Banorët e Rjollit kanë vijuar për 6 ditë me radhë protestën kundër ndërtimit të resortit turistik të biznesmenit Bashkim Ulaj. Edhe në tubimin e së shtunës, përplasjet me policin nuk mungua, ndërsa banorët përsëritën vendosshmërinë për të bllokuar çdo ditë punimet, duke cilësuar projektin si një grabitje të hapur në pronat e tyre. Një person i cili i duket vetja i fortë, ai nuk ai fort, mëse kryt nuk e ka të mallaj. Po është i fort me pushtet, sepse një person politik mram i ra, po i them që të rrisur nga kjo që ke nis, nëse ke dëshirë që të vish në Rjoll, pse jo, hajde, popullin i ke këtu, vazhdo, ban një marrëveshje aktuale, shkojmë të noteri, firmosin për kontratën dhe ti vazhdosh punën. Në qoftë se Berlina Balluku pezullohet, ajo firmën e vetë e kalqua. I bëjmë thirrje që të pezullohet puna, të presin dalin lizi, otë në fitofta jam unë i pari, si shkoj dërzohem atje i thëmburg, të kam ranua. Në mbrojtje të banorëve të Rjollit ka dalë Partia Demokratike Dega e Shkodrës, e cila akuzon qeverinë dhe bashkinë për krim mjedisor. Ky krim vjen si pasojë e abuzimeve me zhvillimet ndërtimore dhe interesa të ngushta të aktorëve të përfshirë dhe të mbështetur nga pushteti. Hapësira e fshatit Baks Rjoll u nxorr fillimisht nga zonat e peizazhit të mbrojtur Bun Velipoj në vitin 2019 me qëllim për të rënë pre më e lehtë në kuadër të abuzimeve me ndërtimet dhe krimin mjedisor që po ndodh këto ditë. Kemi një bashki e cila fshihet pas gishtit, sepse funksionon si zgjatimi i pushtetit qendrës. Shumë protestues janë shoqëruar në polici ose proceduar penalisht, por kjo nuk kanë dalur ata që të vazhdojnë aksionin pa afat. Sipas banorëve, çështja e pronësisë është një proces gjyqësor dhe për këtë arsye ata depozituan një kallëzim të rinës papas, i pari u përcoll tek Prokuria e Shkodrës me argumentin e mungesës së kompetencës. Projekti për ndërtimin e resortit dhe hoteleve në zonë ishte miratuar kohët e fundit nga Këshilli Kombëtar i Territorit, gjë që ka nxitur reagim të fortë të komunitetit lokal.